Luani shqiptaris, Halil Kastrati. Ka njerëz që i njeh nga zhurma, nga pushteti, nga emrat e mëdhenj, dhe ka njerëz që i njeh nga loti që ata e fshin, nga shpresa që ata e ringjallin, nga buzëqeshja që ata e rikthejnë aty ku ishte haruar. Një prej këtyre është Halil Kastrati, humanisti që shqiptarët e quajnë me të drejtë Luani shqiptaris. Unë e pash për herë të parë në ekran, në Facebook, në YouTube. Një burr me pamje të thjeshtë, por me zemër që fliste më shumë se fjalët. Dhe pash se si në pak vite ai fitoi një besim që pakush e ka fituar ndonjëherë. Fitoi zemrat e jetimëve, të varfërve, të ushtarëve të UÇK-s që kishin mbetur në rrugë, të familjeve që kishin humbur shpresën. Fitoi respektin e një kombi që shpesh është i lodhur nga premtimet, por që kur sheh veprat, beson. Nga kjo ndjenjë, unë shkrova një monolog për të. Ja vura titullin Luani shqiptaris, sepse Halili nuk lufton me pushk, por me shpirt. Ai nuk godet me armë, por me dashuri. Ai nuk derdh gjak, por derdh mëshirë. Dhe kjo është betejë më e madhe se çdo betejë tjetër. Të luftosh indiferencën, të shërosh shpirtin e plagosur të një kombi. Por jo të gjithë e kuptuan. Dikush më tha: "Ç'është kjo poezi me kafsh?" Nuk e kuptuan metaforën, nuk e kuptuan thelbin, por unë nuk i dëgjova, sepse unë e dija Halili ishte Luan, sepse veprat e tij flisnin më shumë se fjalët e mia. Kur më telefonoi vet Halili, më falenderoi dhe më dha një dhuratë që nuk e harroj kur, mirënjohjen e tij. Më tha se nuk kishte mundur ta dëgjonte monologun deri në fund, sepse kishte plagë që i rëndonin zemrën. Djalin e tij, Uvejsin, i cili është i sëmur, dhe vëllain e tij dëshmor, Besnik Kastratin, trupi të cilit nuk është gjetur kurrë. Këto dy plagë janë gur mbi gjoksin e tij. Plagë që nuk shërohen as me duartrokitje, as me çmime, por vetëm me durim dhe me besim në Allahun. Çdo vit, Halili organizon iftare të mëdha në Gjinovc të Suarekës. Nuk janë iftare luksoze, por iftare me shpirt. Tryeza ku përzihen lotët e jetimëve me buzëqeshin e tyre të parë. Tryeza ku një jetim ha bukë dhe ndjen se nuk është vetëm. Tryeza ku një plak i harruar gjen përsëri shpresë. Unë kam qenë pjesë e këtyre çasteve dhe e di, aty sheh fytyrën e kombit ton të vërtet. Aty sheh se shqiptari është ende njeri i zemrës. Por Halili nuk është vetëm. Ai ka pas vetës një staf që punon me shpirt, djem që e kanë marrë këtë amanet si fe. Në veçanti Berat Kabashi, një vëllai madh për mua, që është kraj fort i këtij misioni. Ata nuk punojnë për famë, por për shpirt. Dhe kjo është arsyeja pse njerëzit u besojnë. Shpesh është thënë, Halili bën me parat e të tjerëve, me kontributin e mërgjimtarve, të shqiptarve nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Presheva. Po, është e vërtet, por kjo nuk e ul. Përkundrazi, e rrit, sepse të marrësh në dorë miliona euro që populli t'i jep me besim dhe t'i shndrosh në shtëpi, në tryeza, në buzëqeshje, është përgjegjësi më e madhe se vetë pasuria. Jo kushdo e merr këtë barë, jo kushdo ka guximin ta mbajë këtë peshë. Dhe pikërisht këtu është madhështia e tij. Ai nuk është vetëm bamirës,
Ai është njeri që i ka dhënë kuptim fjalës besë. Në një kohë kur njerëzit s'besojnë askënd, në një kohë kur njerëzit nuk besojnë askënd, Halili tregoi se ende ka njeri që i mban paratë e popullit dhe i shndron në mëshirë. Dhimbja dhe forca. Më prek më shumë historia e tij me Uvejsin dhe me besnikun, njëri sëmur, tjetri dëshmor, trupi të cilit nuk është gjetur kur. Një baba dhe një vëlla që jeton çdo ditë me këtë plagë. Dhe megjithatë, Halili nuk u mbyll në vetvete. Ai nuk u kthye në dhimbje egoiste. Përkundrazi, ai e ktheu dhimbjen në forcë, në flak, në mision. Ai dha kombit atë që shumë kush nuk guxon t'ia jap, shpresë. Nëse do duhej ta përkufizoja Halilin me një fjali, do thosha: ai është njeriu që kthen Loti në pusjeshje. Dhe ky është mision hynor. Mesazh për ne. Nëse duam të kuptojmë Halilin, duhet të shohim pasqyrën tonë. Ne shpesh jetojmë për vete. Ne shpesh harrojmë jetimin, harrojmë të varfrin, harrojmë të moshuarin. Ne shpesh e shohim bamirësinë si fotografi në rjet, jo si përgjësi për para Zotit. Dhe kjo është arsyeja pse kemi boshllëk shpirtëror. Halili na mëson se një njeri mund të bëjë ndryshim të madh. Na mëson se nuk duhet të jesh politikan për të ndryshuar jetën në një kombi. Mjafton të kesh besim, zemër dhe guxim. Halil Kastrati është Luani i shqiptarisë. Jo sepse ka forcë të madhe fizike, por sepse ka guxim të madh shpirtëror. Jo sepse ka pasuri, por sepse ka besë. Jo sepse është i famshëm, por sepse është i sinqert. Dhe historia e tij është dëshmi se kombi ynë, pavarësisht plagëve, ende ka zemra që rahin fort. Lutje për Halil Kastratin. O Allah, ti që i sheh lotët e jetimëve dhe dëgjon pëshertimat e të varfërve, ruaje dhe forcoje Halil Kastrati. Bëje zemrën e tij edhe më të madhe, dritën e tij edhe më të ndritshme, veprat e tij edhe më të pranueshme. O Allah, shpërbleje për çdo lot që ka tharë, për çdo bukë që ka vendosur mbi sofrat bosh, për çdo derë që ka hapur për një familje pastre. Mos lejo që djersa e tij të shuhet, por bën që ajo të kthehet në mal se vapesh që e pret në ditën e llogarisë. O Allah, mëshiro Uvejsin dhe jepi shëndet. Mëshiro besnikun, dëshmorin që nuk u gjet kur, por që u gjet në qiellin tënd, aty ku shpirtrat e të drejtëve pushojnë. Jepi Halilit durim e forcë për të mbajtur këto plagë. E bën që dhimbjet i të jetë shkak për mëshirën tënde. O Allah, ruaj stafin e jetimëve të Ballkanit, çdo dorë që jep, çdo zemër që kontribuon, çdo mërkimtar që ndan kafshatën për të varfrit. Jepu të gjithëve shpërblim më të madh se ç'mund të imagjinojmë. Dhe mbi të gjitha, o Allah, bëje këtë kom tonin të ngrihet mbi bamirësinë, mbi dashurinë, mbi mëshirën dhe mos lejo të shuhet kur drita e njerëzve si Halil Kastrati. Amin.